Pikërisht për këtë temë, edhe këtu e kam të ftuar, edhe për nder me prezentu sepse është djali jashtëzakonshëm, një djalë shumë punëtor, një djalë i cili ka arritë në për trajnime të ndryshme me arrit me përfitu përvojë dhe eksperiencë dhe është i gatshëm me ju ndihmu klubeve. Kështu që me mua është nder këtu takim prezent Enis Zukën. Enis, mirë se erdhe edhe një herë tjetër në Pasita Sportive. Mirë se u gjetë ta knatësi gjithmonë shumë e veçantë unike me qenë pjesë e këtij ambienti, po për të ambientit knatësi me bisedu me ty edhe për të disa të herë me trajtu këtë çështje, gjithashtu ju falenderoj për mundësinë dhe hapësirën që gjithmonë ja keni dhënë kësaj dukurie, dhe po besoj që kurdo që kjo dukuri ka me fillu dhe me urritët, gjithmonë kam e kujtu edhe një meritë veçantë kam ia dhënë edhe juve. Herën e parë kryinore dhe akoma dy moderator, se të veç një. Inshallah vis po mbeten asnjë. Kjo është më e rëndësishme. Përshëndesim burimin kudo që është. Ka qenë jashtëzakonshëm. Enes, po du më ndalë të ke pjesa sa për jepet sa ka rëndësi psikologu brenda një sporti. Realisht, mendja është faktori këtë që neve na dikton jetën në përgjithësi, në çdo fushë, vetëm në sport, edhe në punë, edhe në jetën e përditshme, në jetën personale, në jetën profesionale, në për të gjitha sferat e jetës. Megjithatë edhe kjo nuk e lën pa prek edhe aspektin e sportit. Pra sporti është një veprimtari e cila funksionon me mendje. Mandej kur mendja është e fortë ose mendja për shembull është e trajnuar që ti përballoj vështirësive, mandej të gjitha arritjet e qëllimeve janë më të lehta ose më lehtë të çastshme. Andaj psikologjia e sportit është nyja kyçe që i di nevojat e çdo sportisti për të ndartuar karrierën e tij në mënyrë sa më funksionale, sa më të qëndrueshme dhe më jetëgjatë. Trajneri mental e përmend edhe ti është diçka që duhet me patjetër me pas një klub sportiv. Sidomos një klub kombëtar e vlas me lemo më edhe vetë klubet. Pse realisht po jepet hapësirë në vendin tonë një trajneri mental? Besmer konsideroj që arsyet janë të ndryshme. Disa ende nuk e kanë kuptuar rolin tonë, disa nuk janë të interesuar për rolin tonë. Në momentet që ka interesim, andaj paraqiten edhe pengesat e tjera, si në këtë rast pengesa infrastrukturës, bie fjalat e dy klubet e qytetit Prengaviu nga qyteti Gjilanit, të cilët aktualisht edhe munden të jenë të interesuar për shërbimet e tilla, apo për shkak që operojnë në një stadium, nëse mundemi me quaj stadium, shumë të vogël dhe me objekt shumë të vogël të fushëve veprimtarisë, ata nuk mund të japin hapësirën e nevojshme, sepse kjo punë kërkon hapësirën e vet, e kërkon zyrën e vet, e kërkon edhe një hall më të madh ku mundesh me mbajt takime grupore, edhe e kërkon një qendrim pak më të gjatë duke bërë analiza të personalitetit, të lojtarëve, të mënyrës se si po i përballen me vështirësitë, me presionin, të komunikimit me trajnerin, të përballes me tifozët pritshmëritë e tyre. Pra kjo punë është një proces që kërkon analizë të vazhdueshme. Andaj si e tillë nuk mund të të gjitha klubet mund të ofrojnë në aspektin infrastrukturor. Ndërsa ato që munden të ofrojnë çuditërisht ende nuk janë të interesuar për shkak që mund të jenë të fokusuar në qëllimet e tjera ose thjesht nuk kanë njohuri aktualisht për çfarë bëhet fjalë sa e rëndësishme është kjo në Kosovë. Realisht a ke pasur ndonjëherë kontakt e përmende me dy klubet të qytetit po ashtu, po klubet e tjera jashtë qytetit të Gjilanit? Mund ta përshëndes një bashkëpunim me një klub të Gjudës nga Peja, me të cilën kemi bashkëpunuar për rreth një vit dhe kemi pas një bashkëpunim shumë profesional, qasti atyre ka qenë shumë e afërt dhe kanë kuptuar jashtëzakonisht mirë rolin e psikologët sportiv, ndërsa në aspektin e klubeve tjera jo. Mund të them të në aspektin e klientëve individual të cilët shprehin dëshirë për me ardhur dhe me njoft fillimisht si shërbim, me mandej dhe me marrë si shërbim, ka marrë një havë konsiderueshëm të mirë, ndërsa në aspektin e ekipeve ose në këtë rast kombëtarëve që i cekja dhe të shumë vende ende nuk është në nivele as parafërsisht të dëshirueshme se siç duhet me qenë. Pse po ndodh realisht kjo? Qysh mundemi na ose si mundesh me shpjegu për një njeri që është duke na ndëgju, qoftë moshë shtyrë, qoftë i ri, qoftë i asaj që duhet me kuptu mënyrën më popullore? Besmer shoqëritë evolojnë me kohën, evolojnë me ide që i kanë përpara, evolojnë edhe me njerëzit që i dalin para tyre dhe u paraqisin idenë. Ne ende jemi duke e formësuar idenë tonë për figurën e psikologut në përgjithësi. Po flas për psikologjinë e përgjithshme, siç ka duke bërë diferencimin nga
faktorët e tjerë ose profesionet e tjera që mirën me shëndetin mendor, bie fjala në këtë rast rolin e psikiatri. Andaj mendoj që si shërbim e kërkan edhe pak kohën e vet, megjithatë konsideroj që koha po afrohet dhe nuk është shumë gjatë që një klub ose disa klube ose në rastin më të mirë kombëtarja do ta merr si shërbim dhe do ta shoh se sa profitabile është në për të gjitha aspektet ku ata kanë nevojë për këtë profesion. Si shoqëria im tu e përballu mirë pjesën e një psikologu. Qoftë sportiv, qoftë edhe kështu zakonshëm. Realisht në aspektin e punës. Apo është enda e ndrojtja e viteve të mëparshme që me thoni kush i bë për psikolog është agravu, është bë nervoz me personin që ka thonë direkt atë pyetje. Realisht besmen ke ka edhe për arsye të ndryshme. Ka për shkak edhe të faktit që kolegët tonë në psikologji më herët kanë pasur mundësi të flasin vetëm për çrregullime mendore, bie fjala tek fëmijët për çrregullime të autizmit apo çrregullime të ndryshme neurozhvillimore, ndërsa të aspekti të rriturve gjithmonë kanë folur për stres ose depresione shumë të thella, neuroza apo psikoza. Tash ku së fundit gjeneratat e reja që po vinë po dalin dhe po e zgjerojnë shërbimin që mund të ofrojë psikologjia, pasi që është një fushë e cila brenda vetes ka shumë nën fusha me të cilën mund të punoj. Për shembull psikologjia këshillimi, psikologjia shkollore, psikologjia organizative që merret me stresin dhe performancën në punë, apo bie fjala tash edhe psikologjia e sportit që ne po e trajtojmë sot si një shërbim tërësisht inovativ për vendin tonë. Enes e përmend që pas klientel dhe nga vetë pjesë e sporteve të ndryshme qoftë në mënyrë individuale, apo na tregon pak a shumë nga cilat sporte kanë ardhur ata sportistë dhe sa kanë ndikuar në performancën e tyre. Është interesant që pothuajse një pjesë dërmuese e klientëve kanë ardhur nga sportet individuale, për shkak që ata e shohin se e kanë më në dorë fatin e vet, e kanë më në dorë mundësinë për me vepruar. Po i bën në sportet boksit, karate, judo, okay. Domethënë të tilla të ngjashme, ndërsa në sportet ekipore, nëse mundemi me quajt ashtu, ka pasur interesim nga gjeneratat e reja. A ja vlen me përmend ndonjë person i cili ka ngritje në performancë tash për tash? Për shkak të ruajtjes së konfidencialitetit ndaj klientëve, ne duhet domethënë që mos ta përmendim në aspekt. Heq emrin, vetëm arritjen që ka mund me bë. Për shembull ka qenë një judiste e moshës rreth 17 vjeçare që ka marrë pjesë në gara vazhdimisht dhe ka përfunduar 7-8 gara në vendin e 5, 6, 7, 8 dhe pastaj pas një periudhë rreth 2 muajsh që i është ofruar ndihma ose shërbimi psikologjisë sportive, mandej fillimisht ka shkuar te vendi i tretë me medalja e bronzë, pastaj në garën e ardhshme ka fituar dhe medaljen e ardhshme. Pa. Çfarë bëhet më shumë? Nuk e di çka më tha. Mirë. Po kalojmë pak tek ajo për cilën je i vetmi psikolog sportiv që ke arrit me pas trajnim në Barcelonë në një prej shkollave që më themi lirisht kam mbledhur psikolog sportiv nga vende të ndryshme të botës, edhe duke e llogaritur që i vetmi shqiptar nga Kosova që ke marrë pjesë. Pikërisht me informacionet që kemi aktualisht duhet të jetë ashtu, uroj që nuk po, domethënë nuk po e përjashtoj tani nga ajo që ka jetë, realisht nga kjo që ke marrë vetë trajnim. Por të tjerët nuk është se... Po, ka qenë domethënë një program në Barcelona Innovation Hub, i cili është nën programi i klubit të famshëm prestigjioz FC Barcelona, domethënë mbështetet dhe është i licencuar dhe i akredituar nga klubi i famshëm Barcelona. Realisht ka qenë një përvojë shumë interesante, shumë e mirë, shumë e frikshme për mua, për shkak që të gjitha njohurit paraprakët që mund t'i kem pasur aty janë shtuar, janë detajuar dhe janë përdorur edhe në mënyrë praktike, sepse trajnimi ka zgjatur rreth 8 muaj, ka pasur module të ndryshme, kemi pas 4 module brenda për brenda, mandej tutje që kemi pas testim final brenda moduleve, pastaj kemi pas case study, kemi pas obligim për me kalu modulit, me bo një lloj, domethënë case study për një sportist që u dashur me gjetë dhe me marr brenda vendit tonë, për mënyrën se si jeton, mënyrën se si po e përballon sportin, mënyrën se si funksionon në trekanqin mes komunikimit me trajnerin ose pritshmëritë e prindërve, mënyrën se si e përballon prestigjin social dhe shoqëror të qenurit sport, dhe mandej kjo më ka bërë që me i pas shumë gjëra edhe nga këndvështrime më të thella dhe më të detajuara, dhe po s'mund të jetë ndryshe kur një shkollim është nga një akademi si Barcelona, që përpos aspektit teknik e taktik, po e ka një
një aspekt shumë të rëndësishëm që i trajton njerëzit ose profesionistët edhe në fushat e psikologjisë për shembull ose fushat e tjera, si të nutricionit, fizioterapisë apo të ndryshme që lidhen me jetën e sportistit. Përmendën shumë gjëra rreth kësaj, se si ka kalu deri në 8 muaj, por realisht si ka ardhur deri aty, për me arrit me qenë pjesë e një komuniteti të madh të psikologëve sportiv. Realisht aty ka është një lloj domethënë shpallje për me fillu me kon pjesë aty, mandej e merr për shembull trajnimin që e ke tutje, edhe fillon momentin që fillon i ke të qartë gjithçka se çka duhet me bë rrugës, çka të pret rrugës, ka kërkesa të vazhdueshme për shembull edhe botime të artikujve shkencorë domethënë për një teori ose për teori që i kemi cek gjatë modulit, por që ka qenë një studim i thellë. Nuk na kanë lënë me kalu edhe shumë lehtë, po që tash kur u kryo është një diçka që është shumë profitabile dhe që sinqerisht kur po e përdorim në profesion aktualisht po e shohim që na ka dhënë shumë dritë në këtë fushë. Realisht e ke përfunduar në mënyrë online. Tash më marr pjesë edhe në mënyrë fizike, na trego kur do të bëhet, si do të bëhet, edhe nga afërsisht në rast se di numrin. Sa për afërsisht do të jem psikolog sportiv? Jo, nuk e kam tërësisht të saktë ose të ditur numrin se sa psikologë mund të marrin pjesë. Është një event që mbahet çdo vit me të certifikuarit e trajnimeve të ndryshme që vijnë nga ky program i mbështetur nga klubi prestigjioz FC Barcelona. Është një event që bëhet çdo vit. Un kam zgjedhur që të shkoj vitin tjetër. Dhe mandej aty do të ketë ceremoni të gradimit, do të ketë edhe pjesëmarrje në stërvitje domethënë të klubit të Barcelona, vizitë nëpër ambientet e La Masia, diskutim me psikologët që punojnë tek Barcelona dhe psikologët e tjerë që vinë në procedurën e gradimit dhe kjo besoj që ka me qenë një përvojë jashtëzakonshme që ka me pasuru edhe më shumë aspektin e njohurive po edhe të praktikës tonë. Pavarësisht e din sa psikolog sportiv ka brenda ekipi Barcelonës, ekipi parë. Ekipi parë mund të ketë dikon rreth 5 ose 6 të ndryshëm. 5 ose 6 vesh trajner mental. Domethënë trajner mental. Mandej mos flasim për akademinë Darjen, sepse pjesa më e rëndësishme është akademia. Po. Prej aty fillon kultura për sportin, prej aty fillon disiplina për sportin, prej aty fillon përgatitja për mbushjen e vështirësive tutje. Ata i kushtojnë një rëndësi të jashtëzakonshme akademisë. Edhe unë dëshira ime kryesore që të ndikoj normalisht edhe në ekipet e para profesionale të klubeve në Kosovë, po dëshira kryesore dhe parsore që ndron që ta ndërtojmë një kulturë ose një mentalitet të tillë brenda duke filluar nga pjesa e shkollave të futbollit e më pas duke ngritur gradualisht deri tek ekipi i parë. Pikërisht ne shumë shpesh diskutojmë çka aktualisht po na mungon. Po e kemi përgatitjen tekniko-taktike, po e kemi parafërsisht të ngjashme ose të parafërt me shumë nivele të këndshme europiane. Talentin e kemi të jashtëzakonshëm. Ushimin mos e kemi kaq. Tash që thoshme më herët pohojmë pasol, tash edhe ajo kara si teori, domethënë edhe aty po jemi. Në rregull, çka po na mungon është besimi dhe perceptimi se ne mundemi. E kjo bëhet kur ndikon në jetën ose në personalitetin e një sportisti qysh nga moshat e hershme, mënyrën se si e sheh veten, mënyrën se si e sheh sportin, rrethanat e sportit dhe ku mundet ai me shku me sportin që është duke praktikuar. Që mos më ndiku baba e tij do të më lut djalë jam patjetër. I ke dhënë 5 golla nesër që si jap 6 tes shtëpi. E cek shumë e rëndësi, po duhet me ndoq që detaj nga studimet që i kena bërë tek trajnimi që e kemi ndjekur atje. Por ka ndodhur vetëm mu. Jo baba më thonë, po kur kom po fëmijët e tjerë ka ndodhur pikërisht kjo pjesë. A din që është interesant Besmer, në hulumtimet që i kemi bërë për një case study që e kemi postë të nevojshëm atje, ka dalë që presioni më i madh fëmijëve ju bëhet nga prindërit që të kaluarën e tyre kanë pasur duke qenë sportist. Pra, çka kërkohet në këtë rast, kërkojnë që nëpërmjet fëmijëve të vet ta përmbushin egun e tyre të paplotësuar për të bërë sport. Dhe rreth 80% e respondentëve të intervistuar në hulumtim janë përgjigjur se prindi im ka qenë sportist në të kaluarët dhe tani ndjej presionin më të madh pritje. Pa. Çe bien. Me do e mos ki më bo sportist për ndryshe mos na shkojnë edhe një gjenerat. Mos nis profesion tjetër. Une me shumë qef, me shumë dëshirë kësha pas qef me zgjatë ke intervjisa ende me gjatë, por realisht po du mundal vetëm edhe tek një pyetje e fundit që ka mundësh të më na thonë, me na shfaq sepse do ta bash një plan program i cili e zvolon vetë pikërisht që ka do ndodh realisht kur do të mbahet
e gjitha këto tjera. Plan programet psikologjike që do të ofrohen do të jenë një intervistë me sportistët, duke e nivelin e përgatitjes mentale fillimisht, tipet e personalitetit, mandej do të jetë një intervistë e cila do t'i përmbajë rreth 40 pyetje të ndryshme rreth personalitetit të vet, mandej të dhënat që na vijnë do t'i marrim edhe do t'i përkthejmë në një analizë të detajuar dhe pastaj pas analizës në fund janë edhe rekomandimet për mënyrën se si mundet me përmirësu performancën e vet ose si mundet me përmirësu të mënyrën e të mendorit. Ajo që po duhet të cek është që nuk do të jenë plan programe psikologjike të zakonshme ose plan programe që i ngjajnë të zakonshmeve të tjerë, domethënë që bëhen si njëjtë ose diçka, po do të jetë një analizë detajuar për secilin personalitet dhe do t'i përshtatet në mënyrë unike secilit që vjen aty. Pra nuk ka ngjashmëri, nuk është një shabllon i zakonshëm që ndodh, po është për te kësaj. Është analizë, është gjithçka që kemi mësuar prej trajnimit në klubin e famshëm FC Barcelona, do ta marrim edhe do ta sjellim atë. Po jo vetëm për sportistë, do të jetë edhe për njerëzit që kanë nevojë të motivohen për fitness ose për sportet e ngjashme që ta kenë një mirë funksion. Ka mundsi. Po pesa jam për fitness. Kena me të bokës me. Ku dhe kur do të bëhet? Kjo fillimisht do të lancohet, mandej do të mbahet në qendrën tonë, do të caktohen termine dhe secili individ do ta ketë kohën e gjatë që t'i nështrohet, domethënë atij vlerësimi, mandej do ta bëjmë raportin e plot, do t'ja japim edhe raporti do të jetë varësisht, domethënë prej 6 muaj deri në një vit i vlefshëm ose i përshtatshëm për në kohë, mandej do të ritakohemi prapë për të parë se cilat nga objektivat i kemi arritur, çka duhet të ndryshojmë, çka duhet të largojmë, çka duhet të vendosim diçka të re në mënyrë që t'i përshtatemi secilit stad zhvillimor ku është një sportist aktualisht. Enes, shumë faleminderit që gjete kohë me qenë pjesë e pasdites sportive. Mesmer faleminderit edhe prej teje, kënaqësi që thash fillim çdo herë. Këtu shkon shumë shpejt, kështu që një herë tjetër i kokohen. Një herë tjetër do të më bëj diçka pak më gjatë. Do të më bëj më gjatë, e vërtet.